Gjitha mënyrat ka me gjithë një zgjidhje që vendi mos me shku në zgjidhje për shkak të presidentit. Rrjedhimisht, edhe nëse Vjosa Osmani është Pse mos me bëu këto PDK presidente. Për shembull Fidan. Kur nesër kanë me fol për PDK. Po du me sfidu Fidan. Për PDK në kushtrim? Fidan. A kanë me fol nesër për PDK. Jo, po, pse me bol PDK-ja ki sakrificë, pse s'me thu me bol PDK-ja? Se jemi të fol për deklaratën e Lumirit. Kur deklarohet Bedriat përgjigjna, po çfarë për përgjigjna? Deklarata e Lumirit, unë as me kuptoj çka ka dashur të thojë me thonë. Me thonë drejtë. Shumë mirë pe kuptoj. Jo, sa me kuptoj. Mos po lyp shpëtim në çetat e Albikutit, apo? Ai ç'është po lyp ti kë? Mos boni më ai gare. Nuk po lyp shpëtim, kërkosh po Po lyp. ti po do më dhon pushtet absolut o Fidan, na shi pa vedishum. Ti i ke dhon. Ti. Pse? Se thëshe, kur ja që ke letrat LDK-s, ti thëshe ai po bën pëllun me LDK-n. Pa që konë loja, a që konë poshnima? Ti kish pranu, a ke dhon ma mirë. Ju menoni që Albini ki dhon pushtet LDK-s. Ju menoni që Albini ja. A kish dhon ma mirë ti kish pranu. Ju menoni që Albini ja. A, të të kume në, ja po në, unë po. Ja të, ja la të. Edhe bave ke konstruktu shumë mirë. Ati ja bot pa drejt, mes, ja bonët pa drejt, ja bonët tjerë. Ja bon njëllit tjetrit pa drejt, po kërkoj fonje, so problem. Jam për me debatu, po duhet m'ja konfirmu që 20 herë. Nuk jom të ja dhonë on pushtetën as Salili. Po kush ka dhonë? Dhonë njerëzit votuesi. Jo edhe jo, presidenti nuk hin këtë pazar. Ku hin presidenti? Në zgjedhje, nuk zgjedhet. Ku zgjedhet? Presidenti zgjedhet në kuvendin e Republikës. Kush e zgjedh? Me konsensus. Po kush e zgjedh? Ti ke zgjedh me zor famore president. Kush e zgjedh presidenti? Një me Po ti ke zgjedh krejt me zor. Kush e zgjedh krejt me zor? presidentin? Po mu nuk zgjedhen me zor, pa ka ndryshuar. Krejt me zor. Ka ndryshuar thena sa është me rastime dëgjuar kompletimet e deklaratës së Abdigjikut. Pra, Abdigjiku sot ka konfirmu që jo veç ky, kalojmë edhe te Bedri Hamza, edhe te Ramush Haradinaj, krejt çka mund me bë, është me insistu me kërku një kandidat konsensual. Kaq mjafton. Nuk i ofrohet kandidat konsensual. Të tonë kanë me qëndru sa dhe kanë me kry këtë. Mas mirë. Pra, Abdigjiku ka parlemru që LDK, po edhe subjekte tjera, se kjo po flet edhe për të tjerët, nuk e kanë komoditetin që mi ofru vendit një krizë të re, për shkak se dikujt Pse më zgjedhet krizë që s'u kuptoj Fidan? A më një pyetje më Pse po tutni? A peshe po tutni pe zgjedhjeve si Jo. Si pe? Si dhun pivat me kryqit thënë një fjalë. Nuk pyetemi na pe zgjedhje, por logjika jote, Alin, nëse se tu dash me kuptu, kemi kuptu ma vonë, ose nështë kur ma në prapë zgjedhjet prill. Kur ky ti merr 60%, nështë që tërë e merr. Po të kom jetën me që 90% me bërjen me 90%, pa s'po do me çu. Ju po keni qef o koleg. Ti po ki qef. Ju po dua të keni. Ju diktaturën e keni në gjak. Kalojmë. Se si psun këtë demokracia dje mosh smati. Ai duke kërkuar diktaturë. Ju jeni pa oftë dhe pa përgatitur me jetu në demokraci. Ju e doni një bob, e doni një sultan, e doni një klan, e doni një tit, e doni një enver, e doni një albin. Halilin. Ju në pluralizëm nuk keni mësuar. Ndëgjom shqyqyr që ekziston Halil. Edhe mund është me namajt ligjeratë për demokraci. Jo, me këtu s'ka debat, sinqerisht jo. Ky debat është anim total. Fidan, po mje keq, ky debat është dol një fond i burrave anej, një zoj edhe një zotni që tu jenë me në akuzat e parë është natë juve. Që kemi bllokuar sistemin, pa të akuzë që kemi bllokuar. Unë e thash atë. Val, Unë reagova